2. Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacey, me Lenin bashkë kemi Stacey dhe Nisul, po mirë se rikthyer te kanali jon. Dhe sot do shkojmë në Capri. Kemi ndryshuar vende sepse dëshirojmë shumë ta vizitojmë Capri. Edhe sot do shkojmë. Atëherë, outfit of the day, kemi këtë topin këto që kemi bletur tek. Kemi këtë topin këto që kemi bletur tek Zara dhe këto shirts gjithmonë tek Zara. Pastaj kemi çantën e Chiara Ferragnit dhe pastaj un kam një këmishë po më vërtet tani ka shumë vap. Kam edhe sambart, po e kam mushur me rroba. Sepse pastaj duam të ndrojmë të bëjmë sama foto. Edhe kemi postuar shumë foto, po nuk I keni shikuar. Shkoni tek Instagrami jon edhe shikoni, po ju lejm linkun poshtë tek infoboxi. Tani do shikojmë tragedin. Tani do pyesin mami me babi. A janë aty mami me babi? Bea. Atëre bëm biletët. Barka është aty që po na pret. Atëre Beatrice është e lumtur. Kemi bërë biletën, po super shtrenjtë. Sa kemi, na edhe këto nuk do ja themi, po provoni me Për zotin vetëm 10 minuta rrugë. Ata një person në 2 persona, nuk është të shtaj exagerojmë. 5 persona. Shkruaj poshtë te komentat. Shkruaj poshtë te komentat sa kemi shpenzuar për juve. Now we're living in the village of Positano and Atëre neve arritëm sa zbritëm edhe tani ulem proprio këtu përpara sepse Beatrice kishte pakuri. Kina marrë pasta për Beatrice ndërsa për ne 2 racion patatine edhe ujë. Atëherë neve morëm autobusin sepse ishte më thjeshtë edhe bën më shpejt. Na kanë dhënë këto stickers. Na I ka vetë telefoni mos me kumë. E kalosh do 10 minuta edhe kemi tani po shkojmë te Ana Capri. Do është për qendra. Me Ana Capri edhe me vërtet ka shumë bas, ka 36 më duket gradë, do me thonë gati 40 gradë. Mamma mia, po djersiti, madonna. Edhe nuk po vrapojmë edhe nuk po hecim. Po hecim proprio vash. Edhe kemi nitë në autobus, po. Atëherë tani do bëjmë një super experience dhe do jetë do marrim teleferikun. Doja me ja tregu, po është këmburi mrapa që po shikon aparatën. Do jetë tipo ai, por pastaj do ju tregoj më mirë sepse këtu po, sigurisht, sepse këtu shikoni sa radhë ka. Bea. Ti prende Bea në braç. Mami, që të thonë? Që të thonë? Kam pas pres. Tani do ju tregojmë si janë. Obe, che faccia do bosh? Shikoje që do bosh. Hika do filmoj e Lenin, pritni. Erdi Eleni? Mami, du me pa mamin! Ju lutem! Wow, dua një shtëpi kështu on. Shikoni sa bukur. Dua një shtëpi kështu? Po jo këtu, e dua në Sardenja. Jo, nuk e dua këtu. Edhe me pas këtu nuk është të keshe. Që, vetëm të kem plazh. Ketë një
një vend luksoze, po. Ciao! Nuk di po qa filmoj, sepse është shumë djell. Por shikoni sa bukur. Sa hypem këtu, jo janë ata vërezët, prit, mos fol, sepse isha të thonë që kur hypem këtu, kisha pa një grup pak e madhe, edhe kam imagjinuar non Gjëvrin që po hyp të këtu, ose non në Remen të hyp këtu. Imagjinoni. Shenë ka relax, fresk. Duket pak a shumë si Greqia. Njerëzi që po zbresin, unë këtu, më shikojnë pak keqe, që proprio jam të flas vete me aparatin, edhe nuk kam as motrën. Motrë është aty mrapa. Jam këtu vete. Po e dua një shtëpi këtu edhe në Sardenja, pse jo. Kjo goca do jetë. Atëre, unë, Rita, pastaj do jetë edhe Eleni, tani do zbresim bashkë. Ai që një po kërcente. E ke aty. Për fisha? O Dio. Ja dola. E ku ke aty? E. Opjek. Brava. E ke edhe një aty, aty ku put ata? Tu? Ai aty, po. Pise? Po. Edhe ti? Edhe ai. Duket I pjek nga... Po, pjek jam pjek. Më ke prap, po? E angeli sot të tipu. Oddio. Qa ke mëj? Mama. Qa pati? Që në nësot I po vermi këto gjënë. Ku janë? Aty. Kjo, gjigante. Po. Si, guarda si është kush mrena. Po ky këtu. No? Vabbè, tamam. Ky thu. E. Po ti si preke fare stesi, vëzik putkët, nuk I preka me dore në bojo. I mbufa. Squishy. Hajt. Tu djegë. Amo, hajde një më I qi. Comunque mirë mëngjesin, ne po shkojmë të hajmë mëngjesin, të bëjmë mëngjesin. Me fiq. Me fishë, sepse aty ka vetëm marmelata dhe ne do kemi edhe fishë sot. Eleni me Beatricën po flenë gjumë. E? Mama, I kina mush durët të... Na përvin lef. Do prendo una pugna, I dovete no. Vedere, no. Do babi. E perché è un po' pesante. Do mamma. Dje Eleni ka desh Nutelle dhe s'ka qenë se nuk është as Beatricia, se Eleni se janë ato që hajnë ma shumë, do me thonë hajnë ma shumë me pasta, me brioche, sot janë të flej gjumë, por pastaj t'ja marrim me vete, pastaj, se kështu pastaj të hajnë. Eleni nuk zgjohet. Ok, tani po shkojmë tek apartamenti, kemi marrë 2 brioche për Beatricën dhe Elenin. Por sigurisht ata po flenë gjumë prapë. Në kolacion në kështu gati. Aty në kravat. Si me shien dy queen. Po.
Ok, tani po fillon me bo pak vapë. E quindi ku do hikim? Në torë që i tash. Tora. Bea. Bea. Guarda qui. Latte. Se dermo io se poi vai. Bea. Facciamo una foto a Bea. Tutta con i glitter. Po shkojmë në plazh. Në Përshëndetje shëshnia TikTok-u. Përshëndetje të gjithëve. Sa bukur shlopa ime. Të të moshën të keqen. Që kaptine ka lopa. Që kaptine ka lopa ime. Atëherë jemi në plazh dhe tani do jap GoPro Eleni se Beatrice ka mësu not me duket. E do e mbaj Beatrice. Ciao!
Atëherë tani po më lyn Beatrice mua se neve sonte do dalim në Positano. Kemi qenë në plazh, nuk kemi filmuar shumë sepse unë nuk hyra në ujë. Atëherë Bea do ma vendosesh kështu, okej? Këto. Brava. Kemi qenë në plazh, po unë nuk u futa. Mami jo, u fut vetëm Beatrice e papi edhe Eleni, kam bërë pak video këtu tek funda kështu. Brava. U kam futur pak Basta? prap. Vicino? Adesso dove vedo? Tek funda e vesh jeton këtu. Brava shpirt tek funda, brava. Edhe pak këtu ku ishin puqerat. Ok, vai ancora, fai col pennello, solo col pennello. Sì. Vai. Oh. Vai. Sul nasino. Ok. Diti tu. Ne u kemi bërë gati, që unë jam gati, edhe se si pashtu lërë pake. Kjo është outfit, kemi vesh këtë nga Zara, shumë i bukur. Pastaj unë kam vesh këtë gjinca Levi's, Stacy kam vesh këtë gjinca nga Zara. Edhe pastaj bjen që hajde nubi. Dhe që është më e bukra, shikoni. Hiç pak sytët. Kam vesh këtë fustanin, edhe që nga Zara. Pastaj këtë fjongur, edhe këtë nga Zara, edhe pastaj do të vesh sandalët të bardha. Do të shkruajmë në Positano, do bëjmë edhe disa fotot e tjera. Mami ka vesh në vërtet super e bukur, pastaj do të t'ja tregojmë. Atëherë, jemi gati, unë mora çantën e mamit, mami do mori ata me Ziza edhe Eleni, pastaj do bëjmë disa super foto. Shpensoj me prendimin e diellit këtë herë. Pastaj fustani e mami do ju tregoj jashta, sepse kemi me vërtet shumë rumuj këtu. Jemi gati, Beatrice është më e bukra, Po, tani është darkë, Bea, sinqerisht, nuk është mëngjes. Do bëjmë merende. Okej. Sì, puoi tornare la chiave? Arritën u argëtuam shumë sepse nga makina me xhamat ul kemi përshëndet krejt njerëzit pastaj krejt na salutun. Na përshëndete. Krejt. Ja, nuk po così. Dai, passa un po' di roba. Can I have one? Can I have one chips, please? Please. One. Grazie. Ecco fustani e mamit. Është super i bukur i ri, shumë mirë. Babi është veshur kështu, total white. Beatrice është më e bukur sot e familjes. Që jo sot, gjithmonë. Atëherë me Eleni pam një fustan, është proprio një fustan easy, basic, proprio si fustan si janë edhe tek Sab duhet kushtonte 50 euro. E pam këto tani po do gjejmë një tjetër, do ja tregojmë, kushtonte 199, do me thonë 200 euro, një fustan që tipo ishte si po kjo sa kushto? 153. Vetëm kjo e 153. Ishte një fustan tip kështu krejt bashk 200 euro. Tani do bëjmë disa foto këtu. Jo, karavë. Atëre foto t'i bëm tek veni që deshem, edhe besoj që kanë dalë super foto të bukra. Edhe tani po shkojmë tek babi dhe tek Beatrice sepse ngatruan rruga dhe shkuan poshtë tek qendra edhe nuk erdhen sipër. Prandaj mami është pak e mërzitur sepse s'ka bërë foto me babi, edhe është pak e mërzitur. Pak? Shumë pak. Almeno una mano giù. Brava. Guardami.
Atëherë, neve tani do ju lejme Do ju përshëndesim Në këtë të moment. gjithëve, në këtë moment e shpresojmë që të kemi filmuar çastet më të bukura të vakancës të pushimeve tona. Edhe ju falenderojmë shumë nga zemra të gjithëve që na shkruani ku pse s'bëni video, pse s'bëni video, po Ju duam shumë, me vërtet. Ti lejmë një pak Faleminderit. pauza vajzave se janë shumë të lodra. Kanë 4 vite që bëjnë video. Na falni sepse me vërtet tani që kam aparatin e dorë me vjen me vërtet shumë po shumë gjinafe dhe me falni sepse po ju kuptoj juve që ndoshta na keni pritur çdo të martë dhe çdo të shtunë dhe Zeleni nuk ishin. Na falni shumë, ju duam shumë. Por tani me këto video intanto Mos premto, Jo, nuk do premtoj se do sepse- filloj edhe shkolla, kështu që po do bëjnë video. Por Okej? besoj që me këtë video kemi rikthyer super mirë. Si neve ju duam shumë pushë. Mua, ju duam të shumë. Edhe ne të shihemi në video reales. Bye bye, stay Zeleni Zulfo, ju duam shumë.